O zoti ma, është sot? Po, është sot! Ka vetëm diçka që nuk e kuptoj. Po çfarë nuk kupton? Një herë në 365 ditë në ciklin Jule-Tidian, një grumbull ujor i përkohshëm përplaset me një vërbull hapësinore kalimtare, duke formuar një kuror rrymash ajri jashtëzakonisht gjigante. Pra, çfarë ka në kuti? Dhe ne e përdorim atë që të udhtojmë në të gjithë universin në një ditë të vetme, duke shpërndar dhurata tek çdo kush që kemi takuar gjatë sezonit kaluar të jetës tonë. Ah, sa bukur! E kuptoj këtë gjë. Atëherë kuptojnë që duke u sjell mirë me njerëzit, ata do të duan të na shpërblejnë të mirën që kemi bërë për ta. Lëbirse! E kuptoj dhe këtë. Thjesht nuk e kuptoj pse duhet të vishemi kështu. Sepse shkojnë shumë me këto. Faleminderit për ndihmën tënde. A valni, por ju ku jeni? Në rregull, ishte argëtuese. Ne i shpërndam dhuratat të gjithëve që kemi takuar në sezonin e kaluar të jetës tonë. Po thuajse. Bang bang. Duhet i japim dhurata Lordit Urryes dhe rojeve. Kemi ndarë shumë aventura me ta, më shumë se me gjithë të tjerët. Edhe pse gjatë shumicës atyre aventurave ata janë përpjekur të na shkatrojnë, ai është i padurueshëm. Po them se ndoshta duhet të vendosim një lloj politike të të qenit i mirë e të të qenit i keq. Një shprehje e vjetër e kulturës larniane thotë që do të thotë të një e mirë e vogël e bën të mendohet dy herë njeriu në prapë, e kupton sa e mirë është. Silvia, ky paneli është i lirë për qafime dhe puthje, Silvia. Se japim Urryesit dhuratën perfekte, ndoshta zemra e tij do të rritet 3 herë më shumë dhe ai do të shpërndajë gëzimin në të gjithë galaktikën. Ose ndoshta ai dëshiron të na shkatrojë neve. Përsëri. Më pëlqejnë alternativat e tua. Oje! Gjithçka që dua nga ju është që më në fund të bëni diçka të saktë. Ka që vështirë nga kjo. Ai do të kësohet ka shumë. Po, ai është një fuçi plot me rreze drite që mezi pret të hapet. Eksaktësisht. Prit, ishte dhoma e konferencave 1 apo dhoma e konferencave 1? Një! Faleminderit. Prit një minutë. Kush e tha këtë? Dil kush je ose do të shpërthej në grimca të vogla dhe më të vogla akoma. Puna nuk qëndron që ti t'i japësh dikujt një dhuratë, por që t'i japësh atij dhuratën perfekte. Shiko. Çfarë është kjo? Lexo pusullën. Mirë, zë misterios, por dyshoj nëse do të ketë ndonjë informacion të ri në këtë pusull që do të më bëj mua. O zoti i madh është për mua. Tim, mbledhja është këtej. Perfekte. Ai është i mbushur me gëzim. Një e mirë e vogël e bën që ai Të mendohet 2 herë. Po, e di, por nëse na kapin, nuk do i shpërndajmë dot dhuratat. E do të lëndohemi, pra më premto se do të kesh kujdes. Dakord? Në rregull. Le ta bëjmë të gjë.